për diskutuar gjitha këto për frazën e famshme shihemi pas 48 orësh. Në studio kam të ftuar Kenan Gashin nga Avonec. Zotri Gashi, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit shumë për ftesën. Po, një intervistë të deputetit Lëvizjes Vetëvendosje ku kryesisht janë deklarimet e njëjta pothuajse pas secilës seancë ku dështon konstituimi i kuvendit. Si e pat sot seancën? Një seancë që është rutinë e pritur pas këtyne 34 seancave në përstudie është diskutuar vetëm dështimit e mos arritja e spoku një 7 minutë të hyrje dhe dalje dhe ndajtja aty, por që ka merë mbas mirë të gjatë këtyne emisionëm, sot para emisionit, vetëm një kolegi juve, një kamerman që kishtë ditëlindit, domthon, kjo është gëzimi më i mirë ndoshta për këtë emisionit që kam parë deri më tash, dhe kështu që urojmë lëndit ditëlindjen. E sa për të flasim për këtu seanca, është një çështje shumë e keqe kur këta deputet është në natyrën e tyre për me dhënë deklaratat e tyre, dhe asnjëri nga ta nuk më parë deri tash që kanë shpreh një vullnet apo të nisin iniciativë vetë si deputet, por derisa janë të thirrur apo kanë marrë besim nga qytetarët të nisin iniciativë. Domthon çdo deputet i Parlamentit të Kosovës ngrit akuza ndaj një subjekti tjetër apo ndaj individit. Në farë forme po e hedhin topin njëri nga tjetër. Topin e fajsisë në këtë fakt. Absolut. Duke hedh fajin mbi njëri tjetër, mirë po sa konsideron se gjitha partitë janë fajtore për situatën në cilën gjendemi aktualisht. Ka pas gjasa reale për Gashi për gjetë një kompromis, një marrëveshje edhe për të kaluar paktën nga kjo fazë ku ndodhet. Kosova është sistem parlamentar dhe Kushtetuta e Republikës Kosovës ka nxjerrë një vendim që ka hap drejt partisë së parë të propozoj. Mbi bazën e kësaj është obligim, detyrim, përgjegjësi e mos flasin për akte morale që partia e parë fituese do ta propozoj e një kohë të gjej marrëveshje politike për ta funksionalizuar kuvendin si akt, kurse për pjesën e dytë të qeverisë është një akt tjetër, një veprim tjetër me të cilën mund të veprojë çdo kush që ka numra. Pavarësisht ako është partia e parë apo nuk është partia e parë. Mbi bazën e kësaj, parimisht e praktikisht duhet t'i takoj përgjegjësia partisë fituese, sepse aja ka marrë garancionin dhe qytetari ka besuar kësaj partie që me besu edhe themelimin e institucionit, po atë njëjtë kohë me drejtu vendin. Tash nëse s'ki ti vota, numra, atëherë do të më gjeni një alternativë, s'po me pyet pjesë tjera të subjekte politike që duhet të merë ndihmën për krojnë edhe tjetë kohë më do një marrëveshje të mundshme politike. Ne e dim që ekziston parimisht një marrëveshje mes nismës edhe vetëvendosjes. E të njëjtë kohë, sipas deklaratës së Zilima, kjo ka dështuar, për shkak që ku ka shku zoti Kurti në parti, aty ka rrjedh një stat tjetër. Sa që unë kam deklaruar mbi bazën e dyshimit që aty ka rrjedh pse Fatmir Limës i ki premtuar pozitën e... Megjithatë, zotri Limaj shumë shpesh në deklarimet e tij ka thënë se ne nuk jemi për të bllokuar kuvendin e shumë shpejt do të votojmë, mirë po në praktik nuk kemi pa një gjë. Po, Limaj edhe propozimi për kandidat të kuvendit ka rrjedh një problematik tjetër, sepse unë dyshoj, kam dyshimet e mia dhe baj pyetje dhe shpesher kërkoj nga vetëvendosja e Limaj që mos kanë ndikuar e kaluara e tyre në raport me familjen Krasniqi edhe familjes Limaj. Domethënë është një dyshimi imi që ndoshta nga kjo kanë orrit dyshimi dhe nuk oprisha e marrëveshje për shkak që nuk ka arritur të kemi një kandidat mbështet që është i mundshëm, që ka qenë i mundshëm zoti Limaj. Dhe kjo po shihet që ka diçka një influencë të tillë. Por përgjegjësia i takon çdo deputetit të Parlamentit të Kosovës, e të njëjtë kohë është përgjegjësia e tyre që të veprojnë. Atëherë, nëse këta për gjatë 34 seanca nuk kanë arritur të gjejnë mirëkuptim politik, apo një marrëveshje politike, apo një unitet politik, ashtu i bequj, dhe atëherë do të me gjejnë një formë të tillë. Është mirë këto deputet, secili këto deputet që janë 120 deputet, për jashtim të aty nga komuniteti 100 deputet të japin dorëheqje. Në të japin dorëheqje si akt moral para qytetarëve thuhet që ne nuk po mujemi, kemi një inoti politik dhe përgjithësia në i takon secili individualisht. Por nuk mund ne në 34 seanca këta deputet gëzojnë një të drejtë të tyre si betem që kanë dhënë, e të njëjtë kohë gëzojnë
disa benefite që morrin pogat, e disa për tyne kanë propozuar asistentët tyne. Këto edhe do ndalim. Edhe që ka shumë e rëndësishme, ku vendi mos funksionuv kur gjë tjetër, mos shpenzuv kur gjë tjetër, ka me shpenzu energji elektrike dhe kanë me shpenzu asetet ose aspektin logistik të kuvendit. Do më ortor këtyne deputetve në raport me shpenzimet të cilën i kryojnë, i shpenzojnë, dhe njërikus asë një lëvizje pozitive nuk i kemi në këtë drejtim. Për dallim për herave të tjera, kam fjallin prej seancave në fillim ku pjesëmarrja deputetve ishte më e madhe në numër. Kemi parë që në disa seanca po ka pak deputet. Madje kujtoj një seancë të së dielës, e cila ka pas vetëm 45 deputet që kanë votu pro. Nëse e konsiderojme numrin ku fillim ishin 59, 58, 57, kështu me radhë. Rastisit ishte e diel, mirë po edhe vikend, dikush mund të shku ndoshta edhe në pushime ose diçka ngjashme, mirë po sa është ndoshta deri diku jo respekt për qytetarët që të paktën në seancat të cilat thirrën të mos mirret pjesë. E para, deputetët kanë përgjegjësi spoku të janë në pjesë në çdo seancë, është përgjegjësi kushtetuese, e njëjti ku përgjegjësi morale, është përgjegjësi e llogaridhënies dhe transparencës së tyre sepse morrin pagë nga tatim paguesit për me shku në atë objekt, në atë kull të demokracisë, bequj, në atë tempull të demokracisë. Dhe mosmorrja e tyre tregon përgjegjësinë e tyre së pari dhe njëjti ku llogaridhënia ndaj atyre votuesve që ka marrë është niveli më të mundshëm. Unë kam përdorur shpeshherë fjalë që nuk të ngllon mirë në opinion, sepse është një turp i madh i tyre në përgjithësinë me të cilën ata kanë marrë mbi supet e tyre si përfaqësues të qytetarëve. E para, janë obligues kushtetues që të shkojnë në këtë seanca spoku, të janë pjesë në ambientet e tyre. Edhe në mos të lijoj veten që unë apo çdo qytetari të Republikës Kosovës të krijojnë imazh të keq ndaj këtyne përfaqësuesve të votuesve të qytetarëve të Republikës Kosovës. E çka më e keq është përgjegjësi kushtetuese që ata duhet janë në seancat e tyre. Madje disa prej tyre kanë deklaruar edhe vetë që nuk shohin të nevojshme më praninë domosdoshmërisht në seancë. Atëherë janë do të në ndërheqje, nëse ata deklarojnë që nuk mund të japin kontribut, edhe nuk mund të marrin pjesë në seanca në këtë situatë, do të japin ndërheqje. Sepse përgjësia e tyre është me shku në kuvend. Përgjësia e tyre është në seancë. Para se me fillua seanca e kuvendit të Republikës Kosovës, nga kryesuesi i kësaj kuvendit, duhet të merrni ndonjë iniciativë vullnetare, humane, duhet t'i bëj presion liderëve politik, sepse shumica e tyre liderëve politik janë pjesë e kuvendit, dhe thuhet publikisht, dhe funit të organizojnë ndonjë performancë vetë si deputet, kur përderiso antarë të shoqërisë civile, organizatat e shoqërisë civile, kanë deklaruar publikisht, kanë kërkuar marrë iniciativa të gjeni mirë kuptim, edhe një gjuhë të më një marrëveshjes, dhe deputetë janë të obliguar të krijojnë një situatë të tillë. Spoku të largon nga konceptet e subjekte politike të tyre, pavarësisht se cilë subjekt politik i ta kanë. Duke filluar nga subjekti vetëvendosës e deri më i pakti që është nisma me 3 deputet. Është obligim moral, ligjor, që i ta kanë në përgjithësinë për të zgjidhur formën e themelimin e qeverisë. Zotri Gasha, mund të vazhdojt pafundësisht kështu, sepse me aq sa po shohim, duke parë disponimin e deputetëve, rrjedhën e gjithë secilës seancë që e kemi, po duket se një zgjidhje nuk është as pak në horizont. Kjo ka nisë iniciativë edhe prismi një vendim të gjykatës kushtetuese. Unë mendoj që gjykata kushtetuese në aktet e tyre kanë kohë periudhë, por është nga praktika që Kosova është në një vend jo me një stabilitet politik të qetë dhe stabil, por është shumë e rëndësishme të gjenë. Edhe në këtë rast gjykata kushtetuese do të nxjerrë sa më parë një vendim të tyre nga kërkesat që kanë bërë partia, në këtë rast subjekti AK, dhe është shumë e rëndësishme të dihet edhe ky vendim. Dhe pastaj kjo marrëveshje është vënë vendimi? Po aktualisht qëre, aktet me të cilën duhet i trajtoj, kushtetuesa ka periudhë, është ka mandat për t'i trajtuar. Pa do duhet të trajtoj me prioritet, sepse... Por pavarësisht, ata kanë është një akt, një institucion kushtetues, që nuk guxon nesra të
diskutohet apo të interpretohet më një formë tjetër. Unë pajtona që du të kenë një vendim të motër, të pjekur, të kujdesshëm dhe që nuk ka me pas efekt në të ardhmen, por unë besoj që duhet të kërkohet më shumë nga angazhimi i tyre për të nxjerrë një konstatimet e tyre, sepse edhe ata kanë një procedurë, një proces, morrin mendime, opinione, bëjnë analiza, bëjnë praktika të ndryshme dhe për këtë arsye është shumë e rëndësishme të trajtohet një çështje sa më shpejt dhe më dur. Unë besoj që kushtetuesja duhet e merr parasysh, por besoj që duhet me bëu presion më shumë për të angazhuar edhe për të nxjerrë sa më parë një vendim të tillë. Sepse pyetja ime rrjedh si pasojë deklaratës së zonjës Haxhiu, e cila me njerë sot pas seancës tha se kushtetuesja konsideron se është vanuar me përgjigjen dhe deklarimet e tilla janë të ngjajshme edhe nga deputet të tjerë. Po vetë unë po deklarojmë që janë të vanueshme, por parimisht e praktikisht kushtetuesja ka një procedurë, domthonë tash nuk më me hudh fojin tek pse do të patjetër, por derisa përgjithësia do të më taku deputetët parlamentit. Vendimi i kushtetuesës. Po pavarësisht të vazhdohet me këtë votimin e fshehtë i cili është propozuar apo çore, parimisht e praktikisht na nuk guxojmë me ndu, me gjyku ose me para gjyku me çfarë mund të nxjerr kushtetuesja, sepse mund të kemi një presion publik, mund të ndikojë negativisht në opinion dhe besoj që nuk është mirë as ne as kush të jep një mendim paraprak me të cilën duhet të jep koja, po mund të jep një pikpamje, sepse mund të ndikojë edhe në opinion, aty në kohë të krijohet një mendim publik. E kështu që është mirë të kursemi çdo kush në lidhje me këtë, sepse ata janë profesionalista, pavarësisht se çfarë gabime apo vendime mund të nxjerrin, janë profesionalistë të fushave dhe janë thirrur të nxjerrin vendimet e tilla. Por ne mund të diskutojmë dhe trajtojmë çështje me të cilën po ballafaqohemi ne, që në fakt ndoshta kushtetuesja mund të kishte nxjerr një opinion edhe në vendimin e parë ku i ka dhënë të drejtë partisë së parë fituese, sepse në atë vendim mund ta kishte trajtuar edhe çështjen me të cilën do ta kishte trajtuar në situatë të tillë, domthonë. Ndoshta nuk është para parë. Po pavarësisht asaj përderisa i ka thonë, po flas nga pikpamja ime, nuk jam profesionalist i kësaj fushë, nuk jam në këtë nivel të nxjerrjes apo të konstatimit të tillë, sepse ne po flasim për një kategori të lartë me të cilën kanë nxjerr këtë vendim, por është dashur edhe të nxjerrë apo të përfshihet ndonjë model, ndonjë praktikë se si mund të vijë ndonjë rast të tillë dhe si duhet të ishte trajtuar një çështje e tillë. Por fatkeqësisht nuk e kemi edhe për këtë arsye kemi një gjendje të tillë. Kur i mendojmë zgjedhjet, cilat kanë qenë në shkurt, janë pothuajse 4 muaj mbi 100 ditë, edhe ende kemi institucionet të cilat vazhdojnë të funksionojnë me udhëheqës të cilët janë në detyrë. Keni menduar se do të zgjaste kaq gjatë i tërë procesi? E para, asnjë qytetar i Republikës Kosovës nuk e ka besuar që do të ketë një zgjatje të tillë, s'po ku nuk do të ketë një qëndrim të subjektit të parë politik, në këtë rast të vetëvendosës, ka she vlerës së tyre si fitues, e ka she mundësisë për të krijuar institucionet e Republikës Kosovës. Në gjendjen faktike ne kemi parë që opozita ka pas një qëndrim para se me shku në vendin e zgjedhjeve për shkak politikave që vetëvendosja ka zhvilluar dhe ka zbatuar në plan programin e tyre të qeverisë. E të njëjtën kohë dhe duke i parë edhe qëndrimet e tyre në raport me konsideratën që ka konsideru opozitën, sidomos PDK-n, LDK-n edhe vetëvendosjen, në raport me bashkëpunimin që gjatë kohës së qeverisës katërvjeçare shpeshherë nuk kanë gjetur të mirë kuptim edhe të njëjtën kohë nuk kanë arritur të kalojnë marrëveshjet, ligjet të ndryshme që kanë pas në përgjithësi në dialogun si kanë qenë edhe më herët praktikat e tilla. Por një zgjatje të tillë nuk e kam besuar. Unë kam dhënë edhe në televizionin e juaj një qëndrim që pas përfundimit të zgjedhjeve edhe pas nxjerrjes së vendimeve përfundimtare kam deklaruar publikisht që vetëvendosja vetëm mundësi që do ta thratë lidhjen demokratike për një parti bashkëpunuese edhe në njëjtë kohë që do të lidhet koalicionin. Unë e kam parë që vetëvendosja nuk ka pas një qëndrim serioz karshi partijës Lidhjes Demokratike. Që atë i dërgoi 2 herë? Nuk e ka trajtu në mënyrë si parti serioze, dhe në një kohë nuk ka dërgu ofertën
Po thoni se ka qëllimisht që përgjigja tjetë e tillë prej Lidhjes Demokratike të Kosovës? Unë mendoj që Lumnir Abdigjiku ka pas vullnet dhe gatishmëri, sepse unë konsideroj se Albini edhe Lumniri ka ngjashmëri shumë në objektivat të pikpamjeve të tyre. Por sa vrejë, sa shot dyshime one, mendoj që Lumniri nuk ka guxuar dhe shumë individe brenda Lidhjes Demokratike të lidhë një marrëveshje të tillë. Unë dyshoj shpesher që Lumnir Abdigjiku konsultohet me disa prej akterëve të brenda vendosjes. Është njëri prej tyre, është kujtim Shola, është njëri prej njerëzve që pyete, diskuton edhe ka një autoritet brenda Lidhjes Demokratike dhe shpesher mendimet dhe propozimet e tina janë shumë të çastme. Unë mendoj që kujtim Shola nuk ka arritur të përmbushet apo të realizoj një objektiv të tillë dhe për këtë arsye ndoshta ka ndikuar drejt përzeti, sepse Lumniri dhe Albini ngjashmërisht përngjojnë edhe koncepte dhe të njëjtë kohë edhe në filozofinë e tyre politike. Kështu që edhe ka qenë ministri i Albinit, edhe kanë pasur një gjuhë të përbashkët, edhe shpeshherë në narrativën e tillë ngjashmëria e tyre në politikë janë shumë të njëjtë në koncept. Edhe, por shka mbi të gjitha që si Kosovë kena pasu më këtë sa muaj u bënën, dhe njëri kohë kemi një nevojë urgjente për shkak që Kosova ballafaqohet edhe në raportin ndërkombëtar në politikat e jashtme, në aspekt shumë të egër, në një opinion të gjerë. Kemi masa dhe sanksione ndryshme ndaj shumë shteteve dhe ndaj shumë organizata ndryshme dhe kjo është shumë e rëndësishme të mirët parasysh në sa më parë. Pashi, beson se partitë politike kanë bërë mjaftueshëm gjithsecila për të gjetur një zgjidhje. Marr parasysh që Partia Demokratike e Kosovës kishte thënë se ne do të votojmë nëse emrat të tjerë do ishin në propozimin e lëvizjes vetëvendosje, më pas se patëm propozimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës për një qeveri të unitetit, ku prezantuan më pas edhe 15 pikat të cilat u refuzuan nga lëvizja vetëvendosje, patëm kërkesën e vetëvendosjes për një bashkëpunim të mundshëm mes Lidhjes Demokratike të Kosovës. Konsideron se partitë subjektet politike në Kosovë kanë bërë mjaftueshëm për dalë nga ky ngërç politik. Subjektet politike kanë dhënë propozim për ikë përgjithësisë së tyre. Natyrisht, dy prej propozimeve që janë nga LDK-ja dhe nga PDK-ja janë të arsyeshme, sepse kanë dhënë mundësi dhe propozim. Partia Demokratike ka kërkuar nga AK kanë kërkuar që të propozojnë ndonjë kandidat tjetër, nga rollet e vetëvendosjes, por mos jetë Albina Haxhiu. Për shkak që kanë konsideruar që s'kanë marrëveshje politike, nuk i kanë numrat dhe kanë kërkuar që ne do t'ju votojmë nëse ju do ta propozoni një kandidat të tillë. Këtë rast vendosja ka dështuar në këtë pikë, është bërë një hap i mirë. A kanë bërë hap më tutje për subjekte politike, nuk kanë arritur të përmbushin nevojën me të cilën e presin qytetarët dhe njëjtë kohë që nevojitet Kosovës. A u dash që të propozon ndonjë ide, ndonjë propozim përbërës që mund të jap mundësi më të mirë Albinin këtë rast si lideri i vetëvendosjes? Jo, domthon, sepse PDK-ja mund të kishte thonë, ne votojmë kandidatin e juve, nëse propozon ndonjë emër tjetër, edhe do t'ja votojmë qeverinë. Domthon, nuk kemi pas një alternativë tjetër të Partisë Demokratike, po pas një propozim ndryshimin, edhe të Lidhjes Demokratike po fletaj për themelimin e një qeverie, por ne nuk i kemi ardhur deri te aja pikë që mu votu kuvendi dhe kjo është një mundësi më e mirë nëse do të kishte funksionu ideja dhe koncepte për të kaluar fazën e parë. Po pse mendon se lëvizja vetëvendosje nuk po ndryshon emrin Albulena Haxhiu? Po e para unë mendoj që lëvizja vetëvendosje mendon që të krijon një politikë, një narrativ, në opinion, por nuk ka arrit përmbushjen publike që me kriju fojnë tek opozita, domthonjë dalin kandidatët deputetët e Parlamentit të Kosovës, duke i krijuar një akuzë pa bazë, duke hudhur fojnë opozitës. Nuk ka si thojnë populli, nuk ka duke u shit kjo qasje e vetëvendosjes në raport. E dyta që unë mendoj, Albini ka menduar seriozisht që numri i vogël i komuna fituese që ka vetëvendosje, që mendon parimisht e praktikisht që të shkojnë në zgjedhjet lokale, domethënë në zgjedhjet të përbashkëta mes zgjedhjeve lokale dhe parlamentare. Që unë mendoj që opozita nuk ka me lejuar një çështje të tillë dhe besoj që të ardhmen lëvizja vetëvendosja, nëse tenton një çështje të tillë, besoj që partitë opozitare kanë mjaftuar kandidatin,
e të njëjtin kohë kanë me bë qeverien nga partitë opozitore. Që kjo është filozofia me të cilën mund të kenë një pikë që mund të rrjedh pas disa javë apo pas disa muaj. Zotri Gashi është thënë shumë nga partitë opozitare aktualisht se Zonja Haxhiu është figurë përçarëse dhe për këtë arsye ata nuk po e votojnë atë. Çfarë e shihni ju si figurë përçarëse ose pse vijnë këto deklarime të tyre kur të njëjtën kohë kemi Haxhiun e cila është një ndër gratë më të votuara në zgjedhjet e shkurtit? Albulena është një figurë politike edhe pa qenë në kuvend, ka qenë njëra për njerëzve që ka qenë e zëshme edhe para se me qenë shumë në qeveri, e të njëjtën kohë si femën aktive në politikë. Por Albulena si një grua aktive në politike, si deputete, nuk ka qenë e mirë në aspektin e qëndrimit tyre ka shetë shumë proceseve të vendive. Unë e vlerësoj Albulenën, por në aspekt politik aja nuk ka ditur të gjej vetin dhe të njëjtën kohë ka krijuar një pikpamje të tyre jo të përshtatshme me politikën institucionale, e që në fakt e ka morë një epitet e tillë, domthonë edhe si antare e kabinetit qeverisë të Albin Kurtit, nuk ka qenë bashkëpunues shpeshherë me subjekte politike, domthonë ka iniciuar ligje, janë kthy ligjet nga gjykata kushtetuese dhe kjo krijon një opinion më të egër narrativ ndaj saj dhe kjo ka ndikuar negativisht të ketë një opinion të tillë. Edhe të njëjtën kohë të ketë arsyetime të subjekte politike për të krijuar një opinion të keq ndaj figurës së saj. A është dëmtuar figura saj? Po, dëmtuar shumë. Albulena, po të isha unë qenë në vendin e saj, unë do të kisha të kaluar këtë sto, do të kisha të rjek vullnetin personal timin si kandidat, nëse isha në vend të Albulenës, edhe do të kena një alternativ tjetër. Besoj që Albulena do të krijonte një pozitivitet të mirë në integritetin e vetë, sepse në shumë e rëndësishme në ekzistota në vend dhe në politikë të vepraj. A është vonë për ta bërë këtë? Jo, nuk është vonë, sepse është shumë e rëndësishme. 6 ose 7 ku propozohet votimi i fshet. Është shumë e rëndësishme Albulena të trigoj integritet të saj në atë aspekt politik. Nuk do të thotë që Albulena i mungon një integritet i tillë, por Albulena duhet të reflektoj pozitivisht për hir të situatës dhe për hir të gjendjes me të cilën është krijuar. Nuk bën të gjej nganjëherë mundësi që pse ke marrë propozimin nga kuvendi, këtë rast nga subjekti që të mojë qëndrime të tilla. Është shumë etike, morale. Dhe është shumë e domosdoshme nganjëherë kur krijohen stotat e tilla për të kaluar një mundësi të tillë, por derisa askush nuk po ka vullnet të i ofrojë dhe të mbështes në pikpamjen e saj për të qenë për të marrë votat si kandidate për kryetar të kuvendit. Megjithatë, deputet të shumë të ndryshëm kanë konsideruar në deklarimet e tyre gjithnjë se vendi nuk gjendet në një krizë të thellë politike. Konsideroni ju, pajtoni me deklaratat e tyre apo mendoni të kundërtën? Kosova është një gjendje shumë të rëndë politike, edhe në atë aspekt të sigurisë, zhvillimit, të brendshëm dhe të jashtëm. Ne kemi masa dhe sanksione të ndryshme quaj ashtu nga organizata të rëndësishme të botës dhe për këtë arsye është shumë e rëndësishme të zhvillohet. Ne kemi për këto muaj Kosova ballafaqohet për disa segmente të ndryshme, disa faktorë të ndryshëm që ndikojnë edhe kanë rrezikuar aspektin ekonomik, politik. Vend Kosova të hartoj e të aprovoj ligje, të miratoj ligje nga kuvendi, njëjtë kohë nuk kemi mundësia spoku kuvendet, komisioni parlamentare të mbikëqyrë zbatueshmërinë e ligjeve dhe funksionimin e shtetit, në këtë rast të institucioneve, të ministrive dhe të agjencioneve. Ne asnjë mekanizëm nuk e kena kontrollues në këtë pikë në zbatueshmërinë e ligjit dhe mbikëqyrjen e mekanizmit se sa janë të realizuar apo si është duke vepruar institucionet e Republikës Kosovës. Komisionet parlamentare e mbikëqyrin dhe njëjtë kohë e vlerësojnë vlerësueshmërinë se sa po zbatohet ligjet e Republikës Kosovës. Ku në këtë rast nuk kemi një gjë të tillë. Kosova ka vakum në këtë aspekt politik. Cili i mekanizëm shtetor do të thirrë ministrin, sekretarin, apo drejtorin akujis, policisë, të thinë interpelancë për pas kryeministrit dhe presidentës. Nuk kemi ndonjë mekanizëm tjetër kontrollues, mbikëqyrës, që do ta kishte thirrë një mekanizëm shtetor, mi thonë, pse është ky gjendje
Por shembull ne kemi çështjen e rrymës, domthonë shumë biznese, shumë iniciativa janë quar për të ngritur stotet e tillë. Nesra, komo ngrit një stote tjetër që është shumë e rëndësishme se sa rryma, por shumë format të tjera. Por unë këtyre detve kam ngritur shqetësimin dhe vazhdoj të ngritur shqetësimin, deputetët gëzojnë benefite. Domthonë ende, domthonë deputetët tash janë duke aplikuar për të marrë pasaporta diplomatike. Domthonë është shqetësuese. Cili është roli tyne për ta kryer një mision i tyre që kanë bënë një vizitë jashtë vendit me cilin funksion përpos që kanë dhënë betimin. Ai nuk është pjesë e komisioneve parlamentare për të vizituar ose për të ndodhur praktika të ndryshme me një shtet të tillë. E qartë. Megjithatë, u raportua se edhe kanë angazhuar asistent, si e pas. Unë e kam ngritur në studien e juve, që është fatkeqësisht vlerësimet, benefitet me të cilën ata i morrin, por puna me të cilën do ta luajnë ato asistent cilën është e tyre. Domthonë është shumë e rëndësishme me di cilla. A është legjitime në këtë? Po çore ligji i jep të drejtë me angazhu, por cila puna. Edhe kur kuvendi nuk është i konstituar? Po ligji i jep rregullori, rregullori jep mundësi të angazhojë asistent, po cili është angazhimi i tyre me të cilën do të lidhet ose funksioni me do ta luajnë deputet. A me bojë çantën e deputetit, edhe me shiku 2-3 minuta që rrinë, apo 5 minuta që rrinë në salë, e 1 minutë orë... Dëmtohet buxheti ishë? Po, natyrisht që pas që dëmtohet, krijon një imazh i keq në nivel vendi, krijohet imazh i keq tek qytetarët, humbja e besimit. Ne çdo herë, edhe si mediat që jeni ju, edhe ne si anëtarë të shoqërisë civile, në vazhdimsi krijojmë nga qytetarët rritet besimin e institucionet. Cili është rezultati jonë si institucionet pamvora, që mund të kontribuojnë në rritjen e besimit të qytetarëve në raport me vlerën me të cilën ata bortin si deputet. Po. Kur po flasim tek zgjidhjet cilat kanë propozuar deputetët, partitë politike, liderët e subjekteve politike, janë përmendur së fund me goxha shumë zgjedhjet. Si zgjidhja e vetme për të kaluar nga ky ngërsh politik. Konsideron se do ishin me të vërtetë zgjidhje nëse do shkonim në zgjedhje? Zgjedhjet janë zgjidhja më e mirë është me shku në zgjedhje dhe besoj që... Si do ndodhte kjo pa u konstituar kuvendi? Por secili subjekt politik mund të krijojnë, mund të kërkojnë presidentës, sepse është një procedurë me të cilën e ka parapo edhe shihet praktikat që mund të krijohen ose që janë krijuar, që vendi të shkojë në zgjedhje për shkak që nuk ka një marrëveshje politike dhe nuk themelohen institucionet. Domthonë është domosdoshme. Këta nga njëherë kam parë nga disa deputet thuhet që po ne nëse shkojmë në zgjedhje do të më caktu datën, nuk presidenti si del mandati edhe kush mund ta ushtrojë detyrën, ajo është përcaktuar kush mund ta ushtrojë detyrën. Nëse në rast të tillë nuk ka as kryetar kuvendi, i del mandati presidentës ushtron kryetari i gjykatës kushtetuese. Domthonë këtë rast kena një metodë edhe një praktikë, por me rëndësi është që vendi me shku në zgjedhje me gjetë metodën, është shumë e rëndësishme dhe të themelon një qeveri teknike apo pavarësisht se çfarë forme mund të erë për të kaluar stopin. Zotri Gashi, çfarë rezultati mund të prodhonin zgjedhjet, meqense kishim tani në shkurt, do konsideron se do prodhonin rezultat krejt tjetër? Po besoj që krijohet një opinion tjetër. Është një opinion tjetër faktikisht. Kanë mendim qytetarë ndryshe nga çdo subjekt politik. Pjesëmarrja e qytetarëve do ishte e njëjtë apo konsideron se qytetarët varet se qysh do ta krijojnë opinionin vet gjatë kohës së fushatës dhe është shumë e rëndësishme se si do të ndahet opinioni tyne në raport me subjektet politike. Sepse subjektet politike do të kenë qëndrim, besoj që do të ketë pikpamje, do të ketë mundësi për me lidh një alternativë tjetër dhe besoj që mënyra më e mirë e vendit është me shku në zgjedhje dhe zgjedhjet janë mundësia më e mirë për të zgjidhur problemin e vendit në raport me situatën e zhvilluar. Nuk guxojmë me lënë vendin në këtë sistem, në këtë formë, në këtë model, e të njëjtë kohë në këtë situatë me të cilën është krijuar. Situata e cila është krijuar aktualisht, apo i konvenon ndonjërs parti politike? Asnjërs parti politike nuk e konvenon për shkak që nuk e arrin agjendën e tyre për subjekte politike. Ndoshta njerëz më pak a më shumë, por nuk është në natyrën e subjektit politike me kriju situata të tilla, sepse asnjë rast tjetër nuk janë duke zhvilluar agjendën e tyre politike. Ne mund të themi që ndonjë subjekt politik mund të kënaqet me këtë gjendje, por ne nuk kemi rezultat, mundësi për të kontribuar, sepse nuk janë pjesë e mekanizmit mbikëqyrës të institucioneve. Ata mund të flasin për dyshime,
por kontribut me dhënë në mekanizmat e tyre si Komisionin Parlamentar nuk është natyra për të krijuar një opinion ashtu kështu si konvenan apo si konvenan nuk është në realitetin me të cilën e perceptojmë ne. Realiteti i perceptimit varet në çështje me të cilën ata i ofrohen në realitet. E realiteti është ata kur japin kontribut drejt për drejt në Komisionin Parlamentare. E kanë të qartë. Kur po flasim për qytetarët, në përgjithësi janë ata të cilë po pësojnë nga gjithë kjo situatë kjo e cila është krijuar. Se keni parë reagimin qytetarëve deri në këto momente? Kanë ngritur mjaftueshëm zërin? Kanë bërë mjaftueshëm ndoshta deri diku? Qytetarët janë të gatshëm me fillu iniciativa qytetare me dal para kuvendit me protestu. Por nga njerë edhe vetë antarët e shoqërisë civile edhe njerëzit kursejnë nga veprimet. Por shkak që janë lodh edhe ja presin një ndryshim pozitiv në raport me opinionin. Edhe për mua, si qytetar, e të njëri ku si antar i shoqërisë civile, nga njerë kam hezitime çfarë aktivitete me zhvillu, por derisa nuk dihet se çka do të zhvillohet e çka do ndodh. Shumë lehtë është për me krijuar një protestë në këtë periudhë dhe me dal para kuvendit e të njëri ku me kërku me bë presion. Por Kosova nuk është në një gjendje stabile për ta krijuar një stat të tillë, sepse Kosova mund të kalon shumë çështjen e pasigurisë dhe mund të krijojnë veprimet që ndoshta nganjëherë edhe nuk menaxhohen. Edhe këtë rast qytetarët kursejnë, por në objektivat e tyre dhe shqetësimet e tyre janë shumë të ngritur në paknatësit që deputetët dhe subjekte politike kanë krijuar këtë atmosferë politike e të njëjtë ku mos funksionimin e kuvendit të Kosovës. Dhe për këtë arsye qytetarët kanë nevojë të trajtojnë nevoja dhe kërkesat të cilën ballafaqohen. Komunitetet të ndryshme, domthonë kategoritë të ndryshme shoqërore janë të nevojshme të bëjnë ndryshime, zhvillim ekonomik, nevojat ekonomike, zhvillimet e shoqërisë në fusha të ndryshme janë shumë të domosdoshme në këtë periudhë. Domthonë ne kemi rëndësi të veçantë për të mbështetur kategoritë, ne nuk kemi mundësi të bëjmë një ndryshim të ligjit, të fillojmë një iniciativë, të monitorojmë ose të krijojmë një politikë të favorshme për qytetarët. Dhe qytetarët janë thellësisht shqetësuar me gjendjen e tyre, me të cilën janë krijuar ose po krijohen aktualisht. E kuptoj. Megjithatë, kur po flisim për zgjedhjet, ajo çka desha edhe po besoj ju intereson edhe njerëzve të dinë. Sa është Kosova e gatshme të shkojë në dy parë zgjedhje, meqense i kemi shumë afër ato të cilat po vinë e që janë lokale? Ne nuk kemi praktikat këqija për organizim të zgjedhjeve. Ne kemi praktikat këqija që mund të ketë kosto të lartë në organizimin e zgjedhjeve. Ne jemi shumë përgatitur, kemi treguar kulturë në organizim dhe një diku mbajtjen e zgjedhjeve dhe procesin e zgjedhjeve. Ne nuk kemi problem në organizim. Kosova është e gatshëm, jo e gatshëm, por super e gatshëm me zhvillu aktivitet politik e një diku edhe proces zgjedhor. Dhe është shumë e rëndësishme që ne kemi treguar këtë kulturë në nivel vendje, në nivel botëror, qysh zgjedhjet tona tregojnë rezultate të mira, krijojnë një proces shumë stabil e të njëjtë ku krijojnë edhe një imazh të mirë në planimin e zgjedhjeve me të cilën ndodhen aso pranohen nga subjekte politike. Kuptoj. Në rast, ne e përmendëm deri diku që qytetarët ndoshta për shkak të situatës së krijuar mund të jenë edhe të revoltuar, edhe pjesëmarrja atyre mund të jetë ndoshta më e vogël në zgjedhje në rast se do shkonim. Ky është problemi më i madh në Republikën e Kosovës. Ne nuk po arrismi që ti ngritmi ata ose ti fuqizojmë një kategoritë që s'kanë marrë pjesë në procesin e zgjedhjeve apo nuk marrin pjesë në ditën e votimit. Kjo është një prej shqetësimeve tona dhe ne edhe si anëtar të shoqërisë civile edhe përgjithësisht si institucionet të Republikës së Kosovës kanë arritur, kanë ndikuar që spaku të krijojnë fushata dhe të krijojnë rëndësi në dorën e zgjedhjeve. Por numri i pjesëmarrëve në qytetarëve në zgjedhje është shumë i vogël, domthonë është karshe interesimit me të cilën shprehin ata shumë e vogël. Domthonë është njëra prej shqetësimeve, njëra prej çështjeve që për mua si qytetare, një diku si anëtar i shoqërisë civile, vlerësoj dhe konsideroj që është numri shumë i vogël karshe niveli dhe nevojës me të cilën duhet janë pjesëmarrja në zgjedhje. Por këto raste me të cilën po krijohen vendit, edhe po zhvillojnë politikat e tilla, jep një mosbesim tek institucionet, e të njëjtë kohë po krijon një opinion të qytetarët që është më mirë mos me dalë në zgjedhje sa me dalë. Dhe domthonë për gjën arsyeën që nganjëherë te ato të dembelet për çuj, që po jepet e drejtë arsyetimit që ata mos me qenë pjesë e procesit të zgjedhjeve. E kuptoj. Në fare pak orë, pak 2 ditë e ardhshme kemi një tjetër seancë. Presni të ndryshojë. Ashtu.
besoj s'kur 34-ta. Beson që do jetë e njëjta? Po, absolut, besoj që do të keni ndryshim. E që ka me interesanti që është ditë vikendi, nashta zot ketë edhe deputet mjaftueshëm për të qenë pjesë këtyne e kësaj seance. Do ta shohim një epizod të ngjashëm atë të së dielës. Unë mendoj që kësaj raste ne do të më indiriku, edhe jo si media, për ju rekomandoj që është shumë mirë mi vendos fotografitë e tyne në portalet e juve, në kronikat e juve, që kush cilët deputet nuk kanë qenë pjesë e seancës së ditës së vikendit, sepse ditët e pushimit praktikisht e parimisht duhet të jenë të gjithë. Unë nuk di pse nuk morrin në vikend, kurse morrin pjesë sot e të shtunë nuk janë në seancë. E kuptoj. Unë të falenderoj shumë zotri Gashi për gjitha mendimet, analizat, cilat të munduam të bëjmë në këto minuta, cilat i patëm të rezervuara për këtë pjesë të parë. Kënaqësi dhe ndjerë, faleminderit shumë për ftesë. Shumë faleminderit. Ndërkaq nga këtu ne do të kalojmë